janë shumë të veçanta disa aksesorë që mban në duar, në përgjithësi. Po, jo, edhe... Pse kam dëgjuar njërin në televizor që e ka vajtur i ka marrë ke një fallxhore. Dhe i mban top. Dhe ky ishte emision politik dhe kjo ishte analizë politike. Është pa imagjinu, unë se ndjej kam fashë personale, se unë jam vetë po ma çuan, më thanë na shikoj çfarë po thot për unazat e tua. Jo, unazat mia janë gjëra shumë thjeshtë, janë gur edhe bakër. Është një gjë që po, kultivon, është e bukur. Më pëlqen. Ke një pasion disa ose dy që ti vërtet thua Drino, unë ika më lër, këtu do të jetoj me këtë gjë time, më pëlqen. Se sporti dakord, është futbolli, besoj është një nëse po shiko, lidhet edhe me mundësitë. Lidhet edhe me mundësitë, sepse një pasion shiko, të prodhosh është vërtet pasion, të prodhosh. Ata buqit atje, për te fakti që ato e kanë ekonominë e tyre, edhe... Sa i do këta buqit, marë, i nëzore dhe të pasion. Bëjmë punën më të vështirë, pas minatorit... Jo, dumë se pa ata nuk do kështë e kuptim, pas minatorit ata bëjmë punën më të vështirë. Jam shumë 100% dakord. Dhe kujdesen për shëndetin e gjithve, se prodhen ushqim. Thelbi i shëndetit mirë është ushqim. Është ajo. Pa ushqim, ose po shkove tek ushqimet ultra të procesuara, e ke zgjedh vetë krevatin ke spitali. Kështu që është shumë e rëndësishme, prandaj i dua shumë ata njerëz. Po them, është edhe pasioni jam. Ta shikosh bimën se si rritet, frutin se si del, fillon bëhet nga lule, kthehet bëhet në domate, shumë e rrallë. Po të shikosh se si bleta e futur brenda një sere, e bën prodhimin jo vetëm natyral, po e bën prodhimin edhe më të shëndetshëm. Domethënë, unë ekonominë e bletës e kam mësuar atje, brenda serës. Unë e kisha ditur kur... Edhe që funksionon si një mbretëri shumë organizuar, është e bletëve shumë interesante. Është një ekonomi e mirë fillt, dhe sidomos bleta që futet brenda serë për të bërë pjalmim në luleve. Domethënë është një gjë që edhe nga pikpamja ekonomike vlen shumë tepër se sa gjitha pesticidet që ne marrim për t'i spërkatur. Pra është një ekonomi shumë e mirë. Dhe kjo është pasion. Po, a kam unë mundësi të zhvilloj të pasionin tim? Do kështë dashur një fermë të ndë? Exakt, këtë desha të thoja. Unë nuk kam tokë, nuk kam... se pa tokë nuk bëhet. Pavarësisht që është pjellore e tokë. Që nardhur gjithë të fermë e Arion Braçës. Po jo. Po pse? Kjo, po ai thash, domethënë, mund të prodhosh për të bërë lek, po mund të prodhosh edhe për pasionin tënd. Kam një pyetje që a keti një përgjigje për disa pika kryesore si mund të përmirësohet bujqësia? Po, jo, dëgjoj, ta kërkoj shumisisht që mos të kalojmë në një elaborim shumë të gjatë. Po disa pika kryesore që mund të shkurt edhe thjesht. Bujqësia kërkon para. Toka që të prodhoj duhet i hedhësh. Në qoftë se nuk i hodhe, pra nuk shpenzove për të, barë bën tokë. Po barë për një shtëpi që ka një obor, po për dikë që do të ushqehet, natyrisht që bari nuk mjafton. Ka në Këmishtaj që kanë bërë prodhimin e barit, e kanë bërë biznes. Dhe është një burr i vjetër që ka ndikuar një për atje, që të merren eksaktësisht me këtë gjë. Është shtëpia e barit. Po. Shtëpia e barit shumë. Ai është qëllimi i Blert, është biznes i vjetër. Është quhet qëllimi i Blert që edhe barin e ka kthyer në ekonomi. Por po them, tokës duhet i hedhësh. Okej. Po nuk hidhen parat në tym. Për çfarë duhet i shpenzosh parat? Për bujqësinë e mirë, bujqësinë biologjike, bujqësinë natyrale. Pra, sakto parat dhe përsakto dhe mënyrën se ku do t'i çosh ato para. Dhe çfarë do marrësh si produkt në fund? Po bëre kaq. Në bujqësia në rregull. Dhe bujqësia fillon dhe rritet. Dhe t'jep edhe rendiment, t'jep edhe cilësi. Dy elementë shumë të rëndësishëm nëse do ta bësh bujqësinë ekonomike. Po BE-ja na ka dhënë se sugjerime të qarta për këtë zhvillim në bujqësisë, po pse nuk aplikojmë ato që na jep? Shiko, unë jam i zhgënjur pafund nga BE-ja nga viti që shkoi. Kur në një moment kritik ju lëshua ose çedoi në vendimarrje. Vjeti ishte afati 10 vjeçar fundor i disa produkteve që ndikojnë në bujqësinë intensive, që janë pesticide, plera kimike kështu me radhë, ishte afati i fundit. Pra mbaronte, ose do rinovoj, ose do ndalonte aty.
BE-ja kishte një agjend shumë të qartë të gjelbër. Për shkak të atyre sprucimeve në për Bruxelles të fermerëve e tjerë më radhë që nga fermët e lopëve vajten atje dhe sprucuan gjithë Bruxellin, BE-ja u tërhoq. Kështu që rekomandimet e BE-s në këtë aspekt, me thënë drejtën, kanë devijuar për shkak nevojave politike brenda vendeve anëtare. Pra unë kam nevojë që mos t'i kem fermerët në rrugë, por kam nevojë t'i kem tek toka. Që të bëj? Do çdoj nga agjenda e gjelbër për të shkuar tek agjenda prapë e plerave kimike apo pesticideve shumë e radhë. Në këtë moment do dohet ishe pra një njeri vendimarrës për çështën e bujqësisë? Pse jo? Po vendimarrës janë. Po Jo, kisha vendimarrës për të marrë vendime se vendimarrës janë. Vendime orientuese politike për ta zhvilluar më shumë. Tashi, nëse po më pyet a do të ishe ministër bujqësie, do them po prap jo. Po. A do të ndikosh në politikat bujqësore? Po. Po. Patjetër. Po pra, po mos është pak kjo pozicioni që ke për ndikuar. Eksakt, sepse në rast se e te kaloj përgjigjen që dhash, do bie ke historia. Ky sfidon se do të bëhet ministër. Jo, nuk dua. Jo, nuk po kërkoj ato lajmen se më thënë drejtën. Jo, nuk është ky formati, po thjesht jam kurioz. Jo, nuk dua. Jo, po i kthej përgjigje atij perceptimit që unë kam dëgjuar, patjetër. Siç e keni dëgjuar ju, e kam dëgjuar unë që ky provokon, ky sfidon sepse do të bëhet vet. Jo, nuk dua të bëhem vet, fare. Zero. Dua që dikush që merr besimin për çfarë. Po pse kryeministri nuk do të bëhesh ti? Çfarë? Kryeministri. E kam dhënë këtë përgjigje. Jam i shkurtër. Jam i shkurtër për të bërë kryeministër. Kështu që e kam dhënë këtë përgjigje. Nuk besoj që e ke seriozisht. E kam shumë seriozisht edhe këtë gjë. Megjithatë nuk më dhe një përgjigje tjetër për se është një format pak më i çlirët, për një tjetër pasion tënd, veç kësaj çështje bujqësisë. Po të lexuarit është një pasion. Edhe po lexoj vazhdimisht sepse mbase do më duhet të shkruaj. Pas 30 vjetësh është akumuluar një informacion, është një pas 30 vjetësh të marrurit me këtë punë, është grumbulluar një informacion, unë jam njeri që mbaj ditar. Është grumbulluar një informacion pas kemi një libër në horizont. Shumë i madh. Ja, po e mendoj. Po dua të kuptoj se si shkruhet një libër. Deri tani kam lexuar. Jo, librin e fundit jo. Nuk jam marrë akoma se janë këto gratë në radhë. Po nga shkrimtarë pasi të mbaroj këto gratë në radhë do kaloj të lexoj ato. Jo, këto gratë dua t'i lexoj. Jo, ishte libër goxha e komentuar. Shiko, janë gra që unë besoj duhet ndikojnë opinionin publik në këtë vend. Thash, luftën antifashiste nacionale shqiptare mund ta vendosh si duash, por nga këndvështrimi i Lea Ypit është një dimension komplet tjetër. Fjala bie. Kështu me radh, dua t'i lexoj të gjitha. Shëndetësinë mund ta kuptosh edhe nga buxheti i shtetit, mund ta kuptosh edhe nga shërbimi shëndetësor që ti merr, po ta kuptosh nga libri i Mira Kazhanit është një dimension komplet tjetër. Kështu që janë këto gratë në radhë. Pastaj patjetër. Po libri juaj për çfarë do ishte, po ishte ditar? Libri patjetër që do jetë për atë që kam jetuar. Nuk mund të jetë për një gjë që kam jetuar, apo edhe se si e mendoj unë. Se si mendoj unë ngjarjet. Kam edhe unë një këndvështrim timin për të gjitha ngjarjet që kam jetuar nga viti 1991